Nëse nuk e dini se kush është iShow Speed, më dëgjoni pak. Imagjinoni pak një djalë që vërtet gjithkohon bën pompa nga gëzimi, flet me thekse që nuk ekzistojnë dhe ka më shumë fansa se shumë shtete kanë banor. Quhet Speed, emër që s'të lë të marrësh frymë, dhe është një nga fenomenet më të mëdha të internetit sot për sot. Ka një energji më të fortë se kafja plus TikToku bashk. Dhe po, Speed kur erdhi në Shqipëri, takoi presidentin ton Edi Rama. Pra vendi ynë hyri në hartën e botës digjitale jo për ndonjë summit diplomatik, por sepse një youtuber me fanell futbolli dhe sy që sirin në vend erdhi në Tiranë. Po, këtu nis tema sotme. Ai shkoi në Kinë, ku fansat e pritën si të ishte Ronaldo miksuar me një minjon. Vizitoi qytet pas qyteti, qeshi, bërtiti, këndoi me artist kinez, bëri kung fu dhe më e rëndësishmja, fluturoi me një dron taksi. E para herë që ai ngjitet në ajër pa ndihmën e energjisë së vet. Në çdo qytet, thjesht me humorin e tij absurd dhe energjinë jashtë kontrollit, ai theu barierat mes kulturave. S'ka rëndësi gjua vendi apo mosha, sepse Speed ka një gjuhë universale që të bën të qeshësh edhe kur se kupton pse.